Shkoni shpesh për të urinuar, jasi të shpëtoni nga ky siklet. Një person me një fshikëzë tepër aktive njihet ndjeshëm se mund të vuajë nga paniku ose nevoja urgjente për të shkuar në tualet. Ndonjëherë kjo thirrje është aq e madhe sa që një person ka një humbje të pavullnetshme të urinës. Herën tjetër një fshikëzë e mbushur është pengesa për gjumin në një personi ose jetën e përditshme. Sipas Fondacionit Zyrtar të Shoqatës Urologjike Amerikane, afro 33 miliona amerikanë vuajnë nga fshikëzat tepëraktive. Mayo Clinic njeh edhe stresin psikologjik si një nga arsyet kryesore. Ka një numër të madh të mënyrave që mund të bëni për të shpëtuar nga ky problem i zakonshëm. Buka e thekrës mund t'japë gjithashtu rezultate të mira. Ekspertët cilësojnë në bukën e thekrës farat e kungullit, bananet, qumshtin dhe arrat, të shtuara në dietën tuaj për të ndihmuar organizmin tuaj kundër këtyre shqetësimeve dhe mbi të gjitha, edhe të parandaloni urinimin e tepërt gjatë natës, evitoni kafeinën dhe pijet e tepërta në mbrëmje.